1981 është viti që Mehmet Shehu vret veten. Unë isha 9 vjeçe, po shikoja lajmet. Dhe nuk e kuptova. Nuk e kuptova, domethënë ky ishte një lajm i, domethënë nuk e kuptova jo rëndësinë, sepse ne ishim fëmijë politik, në një farë mënyrë ne rriteshim gjithë për të kuptuar, po nuk kuptova diçka që më ka ardhur një mizë dhe nuk ikën tani, që nuk kuptova diçka që akoma mua më kujtohet tani, ai momenti që unë dëgjova heshtje për rreth, domethënë jo keqardhje, jo habi, jo frikë. Nuk e di, ishte një gjë që se shpjegova dot, e kuptova më pas kur ai u shpall armik. Po ju ku ishit në atë ditë? Unë isha në shtëpi. Në shtëpi. Domethënë kur gjatë asaj nate isha në shtëpi, po flija. Të nesër mëngjes u zgjova dhe shkova në kinostudio. Shkova në kinostudio në punë. Nuk fare asgjë. Fare. Pastaj erdhi një makinë e grupit shoqërimit të Timeri, edhe më thot shoferi që hajde se të kërkon Aliu që ishte shefi i grupit shoqërimit. Shkoj atje unë, edhe kur hynë në shtëpi më thot vëllai se çka kishte ndodhur. Fare, më thonë spritët dhe ikët, ishte qetësi në shtëpi, nuk ishte kuptuar askush gjë. Gjatë natës jo, në mëngjes e gjetën. Në mëngjes e gjetën. Ajo është dita që ndryshoi gjithçka pastaj. Po, aty filloi. Që nga 81, jemi 2025-ën, për herë ka intervistat e njerëzve të ndryshëm që e kanë njohur ose nuk e kanë njohur dhe gjithë flasin në mënyrën e tyre. Se cili do thot një variant, që se si ai nuk vrau vete, se si e vran, se si e vrau Enver Hoxha, se si e vrau, të gjitha variantet e mundshme. Nëse ju keni të njëjtin variant gjithmonë për baban tuaj. Kam dyshuar një farë kohë, kur dola nga burgu, se dëgjova fjalë të tilla. Pastaj me sa kam parë, me sa kam verifikuar, domethënë me njerëz që janë marrë me atë punë, është që tani kam bindje që është vetë vrasje. Ju ishit një djalë i rritur, 26 vjeç. Mjaftueshëm për të kuptuar gjithçka dhe babai nuk ju la asnjë shenjë. Iku pa asnjë shenjë? Tashi disa shenja i kisha vënë re. Shenjat ishin kujdesu për veten? Po më ka thënë një herë që kujdes, mos për të folur, kujdes, se fjala shkon aty ku nuk do ti. Po jo më shumë. Kaq. Jo për ç'a të priste. Jo, vetëm kaq. E mendoni ndonjëherë çfarë ju priste juve? Po sigurisht. E mendoni? Po i kisha menduar më përpara, kur goditën të tjerë, ministra, kështu, kisha menduar që mund të ndodhi. E kishit menduar vetë, apo sepse flitej në shtëpi? Vetë, jo, absolutisht në shtëpi. Në atë kohë, po, kemi folur në shtëpi, po me vllain, jo me prindrit. Vetëm me vllain, jo me prindrit? Jo. Ndërkaq, e dini që ishte ashtu siç ndodhi, apo mendoni që ishte... E mendoni që mund të vinte dita siç erdhi, domethënë? E mendoja, po e mbaja vetëm në shpresë që jo. Juve s'ju pëlqen të flisni për këtë temë, ju duket e mbyllur me... Rall më vjen të flas për këtë temë. Sepse është shumë e çuditshme. Unë ndjej që njerëz pafund që duan të flasin për të kaluarën, po e rikthejnë Mehmet Shehun në një mënyrë tjetër, për të cilën nuk është folur, sepse padyshim është Enver Hoxha edhe kaq. Ndërsa ata duan patjetër të tregojnë çfarë dinin për Mehmet Shehun dhe kush ishte ai. Kanë qenë ata të zhgënjur nga djali që në një farë mënyrë e përfshiu veprën e babait e veprën e diktaturës, njerëz që e donin Mehmet Shehun? Sigurisht ka njerëz që nuk ju ka pëlqyer, domethënë nuk i pëlqen pozicioni im, po çfarë bëj? Nuk do pyes njeri se çfarë do them edhe çfarë do mendoj, aq më pak. Atë kisha mangut që të marr leje. Ju s'merrnit atëherë, jo tani. Jo, atëherë isha detyruar të merrja ose shifja ku, më thon, kujdesesha që mos e shkelje, po tani... Tani ka gjëra që kanë ndryshuar, që ka gjëra që ju i shikoni ndryshe, i mendoni ndryshe për babain? Jo, në thelb jo. Në thelb nuk ka ndryshuar në gjë. Asgjë. Shumë e çuditshëm është diçka tjetër në lidhje me gjetjen e tij. Ai ishte zhdukur, nuk gjendej, nuk kishte asnjë gjurmë. Ju kujtohet kur e gjetët? Po, sigurisht, ajo ka ndodhur vonë, ka ndodhur në 2001, po. Më thënë, sigurisht që e gjetëm, unë e kisha kërkuar në 96-ën, por nuk mund ata gjeja. Pastaj kërkoj vllajin, edhe e kisha lënë atë punë, kisha hequr shpresat. E kërkoj vllai dhe e gjeti.
I tha njerëz, i treguan? Po, na kishin thënë neve, dhe patëm gërmuar të vëndi ku na thanë. Nga që zgjetëm dot, nuk është, shkoj vllajta, do ta bëj edhe një herë, tha, do përpiqem. Mirë, thash, më zvima atje, thash. Ai shkoi, e gjeti dhe pastaj më telefonoi dhe shkova. Ishte gjetën vetëm atë apo dhe të tjerë? Jo, vetëm atë. Më qëllon që intervistoj njerëz të cilët nuk më ka qelluar realisht asnjëherë që të kem përballë një njeri i cili ka qenë në dy anë, domethënë ju i keni prekur të gjitha. Si e përballon njeriu këtë momentin që është brenda një dite, ndodh një ndryshim i madh. Domethënë një fëmijë i rritur mirë në një zonë të mirë të një kryeqyteti, siç ishte Tirana, i rritur, kishte gjithçka. Dhe Befas nuk ka më asgjë. Po, ajo gjë, më thënë, sigurisht merret me mend që është diçka e rëndë. Po për të përshkruar pastaj është vështirë të bëhet bisedë. Kërkon diçka më tepër. Që të mund t'ja përcjellësh tjetrit. Në libër megjithatë mund të tregohet në letërsi. Në letërsi po. Në letërsi po. Vetëm në letërsi mund të tregohet. Sepse ndryshe kur e thua në bisedë është Jo, është tepër e thatë. E thatë. Po. Momenti se si Befas e gjen veten në Po. Si për shembull në libër një njeri i cili e gjen veten nga kino studio, pas here unë këtë gjeja tipare tuajat në libër, prandaj mendova që kishte shumë ngjashmëri personazhi. Dhe diçka që më bëri shumë përshtypje, që unë nuk e gjeja në libra të tjerë tuajt, këtu kishte shumë seks, gjë që nuk e gjeja në libra të tjerë. Jo, ka në libra të tjerë. Ka në libra të tjerë, ka lexuar pak atë. Dhe kjo më ngacmoi sepse duket si një vend, më thënë një pasqyra e thatë, dhe Befas kishte gra, ose saktë jo gra, se nuk e shikoja shumë mirë gratë, se sa shikoja marrëdhënien, më thënë seksin që ishte në libër, i shpjeguar me të gjitha ngjyrat, në një kohë të thatë dhe pa ngjyra. Po mirë, ka ekzistuar dhe ekziston në çdo kohë dhe në çdo vend. Pastaj tjetër gjë sa e lirë është. Po, sepse s'ka lidhje kjo me kohë. Më tepër do thosh erotizëm, se sa seks. Po, përmenda fjalën që e gabuar, po nga që erotizëm. Ishte një tjetër bashkimi i personazheve, i atyre që krijohen me atyre që janë reale dhe dëshira juaj për t'u gjetur një fund tjetër, domethënë ishte gjithashtu e dukshme. Për shembull, ajo që është historia e njohur e Zaho Kokës me Ramizen, ju doni të gjenit një fund ndryshe. Dhe e futët në këtë libër. Është një histori që ju ka tërhequr, jeni marrë ju me Ramizen dhe me Zahon në variante të tjera? Jo, unë kam lexuar për këtë histori dhe e ndërfuta në libër për të ndërthurur disi me jetën dhe fundin e personazhit e babait të protagonistit, domethënë, të librit, të personazhit kryesor. Prandaj ju desh historia e Ramizes. Po. Se kur duke parë filmin e Bertolucci, Strategjia e Merimangës, më njëherë më shkoi mendja te kjo. Edhe e kisha parë herë këtë film, po dhe kur domethënë kjo tregimi i Borgesit, që është i shkurtër, një 6 faqe, dhe ai ma çonte mendjen te kjo histori. Jo, te historia e Mustafa Gjenishit ma ka çuar, që atë gjithashtu e kam ndërthurur këtu. Po, gjithashtu, po janë disa histori, po të ridimensionuara, domethënë të treguara në një mënyrë që unë nuk e di a është e vërteta, apo s'është e thënë ti e vërtetë. Janë vërteta, ato që kam thënë unë janë të vërteta me sa kam mundur të ulëmtoj. Vërtet? Po, nuk do trilloju për personazhe historik. Po. Nuk do trilloju. Mendova se kishte shtuar, ishte një frazë për shembull që më ngacmoi shumë kur Absolutisht, asgjë s'ka shtuar. Wow. Nuk e dija këtë moment, fjalët e Zaho Kokës, nuk e dija. Kisha menduar komplet. Për cilat fjalë keni? Kur ai tregon për Ramizen se është ajo që është shtyu, që ajo më tha. Po. Merë të pas dhëmbësh. Janë të dokumentuara. Janë dëshmira që janë dhënë atë kohë, ke gjyqi që është bërë, janë të gjitha dokumentuara. Dhe pastaj ju e risillni në një mënyrë tjetër këtë vrasje, sillni edhe me një fund tjetër. Që Te personazhi i librit, ai trilluar. Patjetër, te personazhi i librit. Bëj një paralelizëm por me ndryshim. Ndërsa Liri Gega dhe Mustafa Gjenishti por kanë një prap, domethënë keni dëshirë që t'i fusni ata personazhe. Ju kishit njohje për ta, në kohën kur në dy kohëra tuaja, në cilën kohë patët njohje për historitë të tyre? Për historinë e tyre. Po. Për Mustafa Gjenishin kisha dëgjuar që në atë kohë ka treguar diçka Gramos Pashko.
Po flasim për para? Po, për para, kur kemi qenë student. Kurse për Liri Gegën nuk dija shumë. Dija vetëm ato që është pushkatuar me foshnjën në bark. Dhe që Krushovi, do më thënë, ka tërhequr vretjen e Enver Hoxhës. Se e bërë. Po ju s'dinit më shumë? Jo, kaq dija. Po për Liri Belishovën, dinit? Për Liri Belishovën dija pak gjëra, kam mësuar më shumë, kam mësuar më vonë, edhe duke parë dokumente, po duke biseduar me Liri Belishovën. Sepse ju i kushtuat asaj? Po, një libër. Libër që nuk është letërsi, është, si thua, ese biografike. Ju dëroqi si personazh? Po, jashtëzakonisht. Edhe ajo ishte njëri që përkiste dy kohëve në një farë mënyre. Po, sigurisht. Kishte këtë gjë, por... Bile ajo dënua 2 herë, do të thonë, ra 2 herë nga pushteti. Kjo është që e bën edhe më interesante. Do të thonë, ra, unë gjitë në majët e pushtetit, dhe pastaj ra prapë. Kur ishin në Burg, shkruanit? Në Burg, po, kam shkruar. Kam shkruar tregime, novela, kam shkruar 200-300 faqe, të cilat janë botuar pastaj. Këto ishin ajo që ishte të Burg. Kur shkrua në Burg, e ke një penges, më thonë, apo s'ka, nuk të pengon, prapë, Burgu, të shkruash. Penges, duhet, të më thënë, nuk desh një farkoj të gjeja të mënyrën se si ti shmangesh asaj me një fjalë, mjafton të mos shkruaja gjëra që t'ishin haptazi, të kuptoheshin se për çfarë bëj fjalë, po ajo mund të ketë një diçka të dobishme për letërsinë, kuptimin e cilësisë letrare, si thot Danilo Kishi për shembull, që shkrimtari në kushtet e censurës mund të arrijë, domethënë që t'i dredhojë asaj duke përdorur gjithë zgjuarsinë dhe gjithë aftësitë e tija, nëpërmjet metaforës që është figurë letrare. Domethënë të thuash një gjë për një gjë tjetër. Dhe me këtë fiton letërsia, thotë. Dhe metafora ka qenë një gjë që vazhdimisht më ka pas pëlqyer, më ka pas tërhequr, e shkruar metaforike. Kadereja e përdorur ta për shembull këtë gjë? Shumë, krejtësisht në veprat e tij ka përdorur shumë. Pikërisht kur lexoja këtë Danilo Kishin kujtoj Kadereja. Ju mungon Kadereja? Sigurisht. Në këtë libër, nëse doni ta dini, e kam mbaruar 1 orë para se të merrja vesh që Ismaili kishte hikur. Domethënë, atë ditë në mëngjes, pash dhe një herë të që kisha shkruar, bërë ato retushet e fundit, kur mbas në 1 orë më vjen njoftimi, ai kishte hikur ndërkohë, po më vjen njoftimi nga Tirana. Kishte treguar atij që po shkruani këtë libër? Jo. Nuk komunikonit më pas. Komunikonim, po për këtë jo, nuk kam shkruar. Që jo. Ju kur shkruani komunikoni me njerëz që i tregoni apo jo? Kjo është personale. Pak. Pra edhe Ismaili ka gjurmë këtu. Me ikjen. Po ka gjurmë, ka një përkim, një koincidencë, po nuk është se ky është ndryshon, ndoshta nga gjërat më të ndryshme, më ndryshe prej Kadares nga ato që kam shkruar unë, them.